I cili këtë muaj është aktiv e adhuron Allahun subhanahu wa taala, bon dhikr, ai vetëm se i shpalon edhe i zbulon mirësitë e mëdha të këtij muaji. Do të flasim sot për falenderimin në xhennet. Allahu subhanahu wa taala thot në surën Al-A'raf: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Allahu Gjelleshanu na tregon se pasi që besimtarët do ta kalojnë urën e xhenemit, në xhenet ka përsëri një urë tjetër e cila quhet qantara. Qantara kanë thonë dietarët, ose është ura në skaj të siratit, kur përfundon ura e siratit, më në fund është qantare, ose komplet përfundon ura e siratit, para dirëve të xhenetit është një vend i veçantë që quhet qantara. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Kjo diçka interesant vëllezër, ditën e mahsherit jipet llogaria, jipen të gjitha librat në anën e gjathë, dikuj në anën e majt, atyre në anën e majt do të rrëzohen prej urës së siratit, ato që do ta kalojnë, a janë me njëherë xhenetli, jo, akoma ka mbet pastrimi i fundit, i cili është ghill, është akoma diçka që është shumë thellë. Zilia, urrejtja. Shiqoni, kjo është diçka një mësim shumë i madh vëllezër, se kësaj çështje zilis dhe urrejtjes duhet me i kushtu rëndësi, jo mrenda ditës edhe natës, disa herë pa hiç ndalë. Çfarë smundje e rrezikshme që ka. E kalove urën e siratit, hala ka ghill, hala ka lloj hased. Kemri mon xhenet, dera e xhenetit të shafër, ka mbet aty diçka hala. E Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa naza'na." Besimtarët, edhe pse kanë luftuar në dinjo, dikush e ka pastruar mirë, por Allahu thot: "Wa naza'na", ne e nxorëm ato. Jo vetë robët e Allahut, s'kishin mundësi. Por thot: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Edhe atë grimcën e vogël të zilisë e urrejtjes, Allahu thot çka? Naza'na, u nxorëm nga zemrat e tyre. Për arsye se kjo është smundja më e madhe. Ai tha Muhamedi alayhis salam sahabeve, do të hinë një person prej banorëve të xhenetit, do të hinë një person disa herë. E ai çka kish bë, ai kish kushtuar rëndësi kësaj, shiqoni, çdo natë ai kish bë izmet kësaj. Zilin e kish largu prej zemre, urrejtjen, jo kish fal muslimanëve, çdo natë kish punu për këtë çështje. Çka i tha Muhamedi kur e pyeti ai sahabiu Ibn Omeri ose Ibn Amri, njëri prej atyre ku shkoi te ai, tha: "Une para se me ra në shtrat, e pastroj zemrën time, u afali muslimanëve, kush më ka ofendu, kush më ka qortu, kush ka nënçmu, kush më ka përgoju, ja u fali, por jo me gojë, ja u fali me gjithë zemrën, mes ti edhe Allahut subhanahu wa taala." E Allahu pastaj thot: "Pasi që u pastruan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghill tajri min tahtihimul anhar." E atëherë nën banesat, nën pallatet e xhenetit çka do të ecin lumet. Në pallatet e dynjas çfarë hecin? Hecin prap uja, më janë diçka tjera. Kanale, gjëra tjera, gjëra të nditura, ato ecin në xhenet ujë i pastër. E pastaj çka thot? "Wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Përsëri besimtari edhe në xhenet ja kthen falenderimet e falenderon Allahun subhanahu wa taala. Thot: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." E falenderojmë Allahun, të gjithë salat falenderimit i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Pse? An hadana li hadha, ai na ka udhëzuar kët.
Këtë rrugë që arritëm ne në xhennet, Allahu subhanahu wa taala ai na udhëzoi. Kjo vëllezër është hidayetu tawfiq. Kena hidayetul bayan dhe kena hidayetu tawfiq. Hidayetul bayan është hidajeti i udhëzimit që e bën këto i sqarimit, që e bën këto hoxhallarët, e bën këto njerëzit që kanë dituri, i tregojnë dikujt se shiqo, kështu duhet me u fal, ja tregojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe çka, edhe mbetën tawfiku, suksesi te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është hidayetu tawfiq. Allahu subhanahu wa taala jep sukses atij që don. Çka i tha Musa alayhis salam Allahu xhelle shanu, tha or Allah më mëso një dua si me të falemendëru. In ana sallaitu fa min qibalik wa in ana tasaddaqtu fa min qibalik wa in ana sumtu fa min qibalik fa kayfa ashkuruk qala al-ana shakartani ya Musa. Tha si me të falemendëru ja Rab, edhe kur falem ti ma mundson, kur hap zeqat lëmosh ti ma mundson, kur agjeroj ti ma mundson. Dhe me thonë Musa a.s. i pranoj këto që ti ai, or Allah që më ndihmon, që i kri këto obligime. Allahu kër e pas e është mirënjohës ta el-an, të tash më falemenderove o Musa. E Allahu subhanahu wa ta'ala, që ka thonë besimtarët, wa qalu alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna li nehtedije, laula en hadana Allah. Muhamedi a.s. Kur ndërton të gjamin e ti, ose kur e hapën atë hendekun, thonte laula Allahu mahtedejna, wala tasaddaqna, wala sallejna. Mos kishon Allahu, nuk do të ishim udhëzu hiç, as që do të faleshim, as që do të jepshim lëmosh. E pastaj thon besimtarët, thon subhanallah, laqad jaat, që hidayat at-tawfiq, ama pse? Laqad jaat rusulu rabbina bil haqq. Parasia se kur edhën të dërguarit e Allahut, me të vërtet që ishin profet, ne ju besum. E Allahu Gjeleshan thot, wanudu, tash ju vjen tjere një zo, shiqoni vlezër, wanudu en tilkumul gjennetu, urithumuha bima kuntum ta'melun. Thot me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e ka nxjerrë Imam Buhariu në sahihun e tij, nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu min an-nari law asaa. Askush, thot pejgamberi alayhis salam, nuk mundet me hi në xhenet para se me ja paraqit Allahu subhanahu wa taala vendin e tij në xhenem, sikur mos ishte i udhëzuar. Përse, thot pejgamberi alayhis salam, li yazdadu shukra. Imagjinoti ti mritë mo të hish në xhenet, Allah thot jo, shiko atje, a shet qatë vendin atje, ti e shet zjarë, flak e madhe, nxehet, e Allah thot, shiko, që ai do t'ishte vendi jotë si kur ti mos ju kishe këthi rrugës Allahut, pse? Li yazdadu shukra, që edhe më tepër besimtari ta falemenderone Allahun subhanahu wa ta'ala. A çka thon Allahu na tregoj, alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pastaj vazhdon hadithi, wala yadkhulu an-nar ahadun illa uriya maq'adahu min al-janna law ahsan liyakuna alayhi hasra. E thot pejgamberi alayhis salam, shqo vëllezër, fillim Allahu xheleshanu si cili xhenetli thot shqo, që ki dhe ishte vendi jot në xhenem, mos e kishe pranu islamin. Pastaj si cili që do gjen para se me hi në xhenem, shqo, para se me hi në xhenem, Allahu xheleshanu për me jau djeg shpirtin zullumqarve, jo besimtarve, mohuesve të vërtetës së hakut, thot, a e shikoni këtë vendin? Ato e shohin xhenemin, atë kanë me hi në xhenem. A e shikoni këtë vendin? Lumej, druj, pem, të mirat, gjitha. Ki do t'ishte vendi juj si kur ju ta besojshi Allahun subhanahu wa ta'ala, li yakuna alejhim hasra, që t'jet për ato piklim, dëshprim i madh. Atere vëllezër, ne këtu tash kena një pyetje. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, saddidu wa qaribu wa abshiru
wa'lamu annahu lan yudkhila ahadan amaluhu al-janna. Qalu wala anta ya Rasul Allah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Muhamedi a.s. a tha që askush për juve, saddidu, me jam shut tamam 100% me bo veprën, saddid tasdid, e bone veprën tamam. Po nuk ki shumë mundësi, karib, bone pak atë sa ki mundësi, atë sa ki dituri. Wa abshiru, përgëzoni njerëzit me fjalë të mira, me myshde. Edhe dinja, tha Muhamedi a.s. se asnjënin për juve nuk do të ashtin veprat e ti në xhenet. Allahu tha, en tilkumul xhennetu urithumuha bima kuntum ta'malun. A pejgamberi Allahu thot, kjo është xheneti, këtë e keni dhe me thonë, këtë do ta trashigoni ju, për ato se keni vepru për këto, e keni trashigu me veprat e juja. E Muhamedi a.s. tha, asnjënin për juve veprat e tia nuk do ta futin në xhenet. Tash, a kena kundërshtim që shumë disa përpiqen, e thonë që hadithet kanë kundërshtim me Kuranin, për që ta ne i refuzojmë hadithet. I thonë ashtë që, Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk të regojnë ma herët që i mëshiron robët e ti? Në regull, Allahu thot, ki është xheneti për arsye se Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e pa që ju jeni rrugës drejt, ju mëshiroj Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj keni hi në xhenet. Dhe me thonë, përsëri dhe kuptimi i ajetit, en tilkumul xhenne, këtë xhenet e keni, edhe pse këtu Allahu nuk e ka përmend, dhe me thonë, nuk e ka cek mëshirën, por kuptimi i ajetit është, ki është xheneti për arsye pse Allahu ju mëshiroj, ju udhëzoj juve, dhe ajo është mëshira dhe udhëzimi Allahu xheleshanu që ju e keni trashëguar xhenetin. Prandaj kuptimi i hadithit tash bëhet i saktë. Pse? Dhe me thonë, xheneti nuk mund të jetë i barabar me veprat tona, dhe veprat tona asnjëherë nuk e japin rezultatin e xhenetit. Për arsye se veprat tona janë vetëm për më ngri derexha, për më ngri shkallët tek Allahu subhanahu wa taala. Ahirja në xhenet me cilën ishte? Me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, me faljen e tij dhe me udhëzimin e tij. Wa ma kunna linehtadiya laula an hadana Allah. Çka do të thit përgjigjja jonë në xhenet? Dhe ne asnjëherë nuk do të ishim të zot mos na udhëzonte Allahu subhanahu wa taala. Atëherë ti si mund thush se në xhenet hi me veprat tona kur Allah ne e pranojmë, ja rab, po ti na pas ke tregu neve rrugën e vërtet, ti na ke udhëzu neve, ti na shpëtove neve nga dalaleti, ti na kujtove neve që me u largu rrugës keqe, edhe ne këtë veprum e Allahu thot, e tash ju e keni trashëguar xhenetin nëpërmjet mëshirës Allahut subhanahu wa taala.